Këshilli Bashkiak Maliq organizoi një ditë të hapur me të rinjtë e Gjimnazit Skënderbeu, si dhe me qytetarë të tjerë në kuadër të përpjekjeve për të forcuar transparencën, pjesëmarrjen qytetare dhe bashkëpunimin mes institucioneve vendore dhe komunitetit. Kjo nismë synoi të afrojë të rinjt me vendimarrjen vendore dhe t'i njohë ata me rolin e Këshillit Bashkiak si parlament i vogël i qytetit. Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarrjen e kryetarit të Këshillit Bashkiak, Ornildi Demollari, sekretarit të Këshillit Gertian Gjiriti dhe antar të Këshillit. Ka për qëllim një lloj prezantimi të themi me Këshillin si organi pushtetit vendor dhe me punën e Këshillit në Qytetin e Maliqit, në Bashkinë e Maliqit. Ka për çdo komision një mbledhje ose një procedurë të dokumentuar në procedura standarde që mbahen jam për thema shumë kurioze. Dhe pyetja e dytë është, si mund të gjendet një mënyrë që jo vetëm të plotësohet kvorumi për të zhvilluar mbledhje, po të jenë këshilltarët gjithmonë të pranishëm dhe të interesuar ata vetë në mbledhjet e Këshillit. Gjatë aktivitetit, nxënësit dhe qytetarët mësuan më shumë mbi funksionimin e Këshillit Bashkiak, u inkurajuan të marrin pjesë aktive në jetën publike, si dhe ndanë ide dhe mendime mbi çështje që ndikojnë në komunitetin e tyre. Kjo ditë shërbeu si një urlitëse mes të rinjve dhe institucioneve vendore, duke i dhënë zë ideve dhe vizionit të tyre për të ardhmen.